Si përkufizohet depresioni, cilat janë shenjat, si shkaktohet ajo dhe si të vendosim një diagnozë të saktë, mjekimi mjekësor me ilaçe dhe menaxhimi metabolik i kësaj sëmundje kaq shumë të përhapur në këto vitet e fundit, sidomos në grup moshën e re. Depresioni është një kuptim i gjerë dhe një diagnozë e vështirë për të vendosur, ndoshta është më e vështira në mjekësi. Janë shumë të tepër arsye se sa 100 vite më para për shkak të ushqimit të ndryshëm që ne ham sot, marrjes së ilaçeve në mënyrë të egzageruar, si dhe të stresit të përditshëm. Themi se kemi depresion ose dikush ka depresion nëse ka më 5 ose më shumë shenja nga ato që e karakterizojnë këtë depresionin dhe kur këto shenja janë të përditshme dhe zgjasin më shumë se sa 2 javë. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Desha të thosha që sido dhe sa do të jetë gjendja juaj e rënduar, e trishtuar, duket e pashpresë, ju lutem asnjëherë mos mendoni të ndërmerrni masa të rrezikshme ndaj jetës, sepse siç ka dhe shkaqe të ndryshme që krijojnë dhe përkeqësojnë gjendjen tuaj mendore, ashtu ka dhe zgjidhje për mjekimin, menaxhimin, përmirësimin dhe shërimin, sidomos shërimin e kësaj sëmundjeje. Siç ndodh edhe me miliona njerëz sot në botë, mendoni si për çdo problemi ka edhe më mirë, ka edhe më keq. Sot shkolla të ndryshme kanë përcaktime të ndryshme mbi depresionin. Kemi depresion aktiv nga stresi i përditshëm, problemet e punës, gjendja ekonomike, probleme financiare, nuk është depresion tamam. Kemi depresion reaktiv, reagimi që mendja ose trupi jon kryen ndaj këtyre ngacmuesve të jashtëm. Kemi dhe depresionin madhor, që është një problem prap madhor, sepse është shumë problematika në shumë drejtime. Femrat kanë më shumë depresion se sa meshkuj, ke femrat 1 në 4 femra shfaqet shenja depresioni, 1 në 10 meshkuj shfaqen shenja depresioni. Fatkeqësisht në ditët e sotme, moshat e reja 18 deri në 30 vjeç janë në krye të grup moshave që kanë depresion. Kanë 25% të 1/4 e këtyre të rinjve në këtë moshë kanë depresion. Ndaj duhet jemi shumë të kujdesshëm, të mirë kuptojmë problemet e tyre, dalja në jetë, puna, problemet ekonomike, një shtëpi, krijimi i familjes së re, të tjera. Shkaqet më kryesore të depresionit janë kryesorja është balanca e jo e rregullt e neurotransmetuesve. Neurotransmetuesit në kokë, domethënë qelizat nervore nuk takohen, ndryshe nga gjithë qelizat e tjera të trupit nuk takojnë me njëra tjetrën. Ato janë hapësirë me njëra tjetrën. Dhe duhen disa element kimik që të cilët transmetojnë sinjalin nga një qelizë në një qelizë tjetër. Këto neurotransmetues, ju besoj dini disa nga ato janë dopamina, serotonina, norepinefrina ose noradrenalina, glutamatit, GABA e të tjerë. Shkak tjetër kryesor madhor janë vajrat vegetale. Vajrat vegetale sepse veprojnë në 2 rrugë. E para, siç ju thash, ke video mbi zorët, ushqin gram negativët dhe rritet lipopolisaharidit, LPS-ja, duke rritur inflamacionin në gjithë trupin tonë dhe sidomos edhe në trup. Dhe e dyta, kur kjo vajrat vegetale kalojnë në gjak dhe në që atje ato transportojnë në gjithë trupin tonë, sepse kopjojnë vajrat ose vajrat si vajrat e ullirit ose vajrat dhjamore, kopjojnë ato dhe shkojnë bëhen për pjesë e membranës së qelizave. Çdo qelizë ka membranën dhe i duhet se s'bën ndyrë. Mirë, po vajrat vegetale nuk lidhen mirë, sepse nuk janë natyrale, nuk janë normale për trupin tonë dhe nuk lidhen mirë me kolesterolin, dhe kolesteroli është ai që bën lidhjen e kësaj membrane, ruajtjen e membranës, integritetin e qelizës dhe transmetimin e sinjaleve. Gjithashtu, shkak madhor janë ilaçet. Do t'i përmend më poshtë sepse janë shumë të rëndësishme. Dhe janë dhe problemet e tjera, siç është vetmia, problemet ekonomike, janë sëmundjet e zemrës dhe hemorragjit në tru do shkaktojnë depresion, varësia ndaj alkoolit, drogave të ndryshme, larg qoftë një vdekje në familje. Ke femrat, kemi në periudhën e menopauzës dhe të shtatzanisë, ke disa të tjerë mund të kemi trauma të jetës, abuzime e të tjera. Kush janë shenjat, ato që siç thash, për të vendosur diagnozën na duhen shenjat. Shenjat janë një trishtim i vazhdueshëm. Është një mungesa e kënaqësisë ose lumturie pavarësisht stimujve, pavarësisht një gëzimit familjar, këta nuk ndjejnë këto lloj gëzimesh. Kur ndjesh i pashpresë ose fajtor ose i pavlefshëm, ndash në familje, ndash për veten, ndash në shoqëri. Kur gjumi ndryshon, ose më shumë ose më pak në krahasim me më përpara, kur kemi ulje të oreksit dhe sigurisht do reflektohet me rënien në peshë,
kur kemi këputje, lodhje, ulje, energjie në total, kur e folura dhe e lëvizura ngadalësohen, dhe duke sikur jemi më të përtuar ose më përtac. Kemi hulje të përqendrimit ose humbje të përqendrimit, kur dhimbjet ndihen shumë më tepër se sa më përpara. Migrena, dhimbje e kokës ose probleme me zorët ose probleme me kyçet ndihen shumë më tepër të dhimbja në gradë shumë më të lartë. Dhe sidomos kemi mendime ose ide për dëmtimin e vetvetes. Kujdes me këtë pikë. Pra, nëse dikush, këto janë 10 pikat, nëse dikush ka 5 ose më shumë nga këto shenja, të cilat zgjasin më shumë se 2 javë dhe ndodhin në mënyrë të përditshme. Pra, nëse dikush ka edhe 8 shenja, po nuk i zgjasin 2 javë, ose kur një ditë po, një ditë jo, ato janë thjesht tranzitore dhe periudhë, nuk hyn në diagnozë si depresion. Pra, depresioni duhet të jetë shumë rigoroz në përcaktimin e një diagnoze, sepse do mjekimi i tij është i rëndë në një. Desha të përmendja morinë e ilaçeve, siç u thash më para, ke shkaqet, sepse janë shumë të rëndësishme që ju t'i dini dhe të kuptoni që çdo lloj ilaçi ka efektet e dëmshme, jo anësore, janë efekte të dëmshme, jo kam të gjithmonë. Po dua them me emra, pavarësisht se janë të bezdishme që të dëgjoni, po dua them që ti shikoni, nëse ju i merrni ato, të diskutoni me mjekun tonë, sepse këto po ju shkaktojnë depresion, nëse ju ndjeni ndryshime të sjelljes suaj pasi marrjes së këtyre ilaçeve. Janë ilaçet që përdoren për hipertensionin ose presionin e lartë të gjakut. Metildopa, klonidin, janë këto diuretikët, tiazid, klorotiazidi, HCTZ-ja e të tjera. Janë për problemet e zemrës në marrin beta blocker. Beta blocker, ato gjitha që marrin me LOL, metoprololi, propanololi e të tjera. Janë statinat, grupi madh i statinave, janë ilaçet, për mendimin tim, janë ilaçet që dëmtojnë më shumë trupin tonë, nuk e di pse merren akoma, sepse ato dëmtojnë kolesterolin në trup dhe po dëmtuan kolesterolin, si të thosh, kolesteroli është ai që mban membranën, sinjalin nga një qelizë në qelizën tjetër do të jetë i shrekut edhe nuk do funksionojë mirë. Për shumë sëmundje të tjera, po edhe për depresion në rastin tonë. Po i përmend të gjitha dhe po i them edhe të dyja emrat në mënyrë do që kur kërkoni ilaçin tuaj, të shikoni sepse kanë gjithmonë 2 emra, generikun edhe ato të përgjithshmin. Është atrovastatina ose lipidori, fluvastatin ose leskoli, lovastatin mevacori, pitvastatina pravachol, pravastatin është krestori, rosuvastatin zokor dhe simvastatin livado. Tjetër grup janë benzodiazepinat, këto që janë valiumi, xanaxi, edhe klonidina hyn po ashtu. Janë këto anti-inflamatorët që shiten në për farmaci, në për supermarkete, Advil, Cerebrexi, Motrina, Naproxeni, kanë efekte shumë të dëmshme. Edhe në stomak, siç u thash, ke video e gastritit, po edhe për depresionin. Sepse pengojnë përthithjen e vitaminës B12. Janë antibiotikët. Do përmendja kanë antibiotikët ampicillin dhe metronidazolin, sepse këto shkatrojnë florën bakteriale të zorëve dhe në zorë prodhohet dopamina dhe serotonina. Po që se nuk prodhohen ato, këto neurotransmetues nuk do kemi sinjal të mirë ose mungesë të mjaftueshme të neurotransmetuesve për të përshkruar sinjalin nga një qelizë nervore në një qelizë tjetër. Janë këto ilaçet protein pump inhibitor ose dhe hydrogen blocker. Ke video mbi gastritin dhe ke urthi, ua kam shpjeguar në mënyrë të hollësishme, ato që mbarojnë me ole, prednizolol, omeprazol e të tjera. Efekti pas kimioterapisë, ata që kanë kancer dhe bëjnë kimioterapi, pas kimioterapisë zakonisht mund të ndodhë që të kalojnë në depresion. Janë këto antikonvulsantët ose për epilepsit, për dridhjet, seizure, me fjalë për tremorin, tegretoli, karbamazepina, neurontin, është gabapentin, lamictal, lamotrigina, është kepra, emri tjetër është levitiracetam, lirika është pregabalin, është fenobarbitol, zoranton e të tjera. Janë këto mjekimet, këto birth control ose për linçmërinë, për kontrollin e linçmërisë, sepse ato ndryshojnë grafikun e hormoneve seksuale. Janë kortikosteroidët, stimulantët të prednizoni, kortizoni, hidrokortizoni, metilprednizoni, që përdoren edhe ke sëmundje autoimune zakonisht. Janë disa ilaçe për sëmundjet psikiatrike, litiumi, prolixina, haloperidoli, dhe ilaçet për Parkinsonin është levodopa, amantadina. Ua thash të gjitha këto për të kuptuar se efektet të dëmshme, anësore, të dëmshme, janë ato që mund të shkaktojnë depresionin.
Një këshill jashtëzakonisht shumë serioze dhe gjithmonë e kujdesshme. Asnjëherë mos ndërprisni ilaçet që ju ka përshkruar mjeku me recetë. Por, nëse ju do ndryshoni stilin e jetesës, nëse do ndryshoni mënyrën e ushqimit, do bëni agjërim, do bëni ushtrime fizike në mënyrë të përditshme, atëherë flisni me mjekun tuaj për të ulur dozën e ilaçeve dhe gradualisht. Sidomos ato ilaçet që janë për efektin mendor ose neurologjik, ato duan muaj dhe duan vite që të ulet në dozë dhe pastaj do të hiqen nëse ju nuk keni më simptoma ose shenja. Mbajini mend këtë gjë, është shumë e rëndësishme. Si të kuptojmë nëse kemi vendosur ose jo një diagnozë të gabuar apo të nxituar apo të saktë mbi depresionin, siç thash, nuk është diagnoza më e vështirë që mund të vendoset në mjeksi. Disa analiza gjaku na ndihmojnë të shohim nëse ka situata të tjera, të cilat situatat që japin të njëjtat shenja si depresionin, por nuk janë depresion. Pra, mund të kërkojmë kush punon në këto situata, kur kemi ulje të elektrolitëve dhe të mineraleve, të natriumit, zinkut, magneziut, kalciumit. Këto shkaktojnë të njëjtat shenja si depresion. Ulja e vitaminës, sidomos vitamina D dhe B12, do shkaktojnë të njëjtat simptoma. Çrregullimi i panelit të tiroides, të treshtit, të katra, të SH-i, janë hormonet seksuale. Çrregullimi të hormoneve seksuale janë estrogenet, progesteronit, testosteroni, sidomos nëse merrni edhe birth control, ju thash më sipër. Janë inflamacionet kronike dhe celiac disease, këto gluten intolerancë, intoleranca ndaj glutenit. Kur kemi inflamacion, kontrollojmë lipopolisaharidet, siç u thash ke video më para, proteinat C reaktive në analiza, interleukina 1, interleukina 6, TNF alfa e të tjera. Kur kemi lymph disease, ose është ajo nga tiqet, nga pickimi i tikut, me fjalë, ajo do japi shenja të depresionit. Kur kemi dy nga sëmundjet më kryesore seksuale të transmetueshme, është sifilizi dhe AIDS-i, ose SIDA, ose HIV. Duhet kontrollojmë në rastin nëse kemi paradiabetikët ose prediabetikët dhe diabetikët. Pra kërkojmë hemoglobinën e glukozuar dhe peptid C. Janë të njëjtat, japin të njëjta shenja në këto raste si depresioni. Kërkohet në rastet kur kemi anemi, sepse kontrollohet hematokriti dhe homocisteina. Pra gjithë kjo analizë e gjakut duhet bërë për të parë, sepse në mënyrë që të shmangim një diagnozë të gabuar. Cili është mjekimi i sotëm për depresionin? Ilaçet më të shpeshta që përshkruhen nga mjekët janë sertralina, Zolofti, emri tjetër Zoloft, Exilatopram, emri tjetër është Lexapro, Prozac, fluoxetina, si dhe këto janë ilaçe për të rritur serotoninën, këtë neurotransmetues, gjithçka është neurotransmetues. Ilaçet që përdoren për të rritur edhe serotoninën, por edhe norepinefrinë ose noradrenalinën është duloxetina, Cymbalta dhe venlafaxin ose Effexor, XR. Më radh, po me efekte shumë të dëmshme anësore, nuk e di pse jepet akoma, është nortriptilina dhe pamelori, ose pamelori emri tjetër, dhe tranicilpromin ose parnate. Përpiqem të flisë me mjekun nëse i merr këto ilaçe, tu azvendsoj me ilaçe të tjera kanë efekte shumë të dëmshme. Disa ilaçe të tjera më të rralla që jepin janë ketamina, bupropioni ose Wellbutrina, emri tjetër. Disa klinika në botë përdorin psikoterapinë, nuk ka dhënë një sukses, është shumë i ulët suksesi me psikoterapi. Mund të përdoret terapia me elektromagnet ose elektricitet. Dhe disa raste mund të bëhet në kirurgji, implante për në poshtë brenda trurit, me fjalë, janë ato ilaçe që japin stimulim në tru tërkohës. Këto janë pjesa mjekësore. Çfarë mund të bëni ju vetë që kanë treguar sukses dhe e provuar kudo në botë? Ka shumë studime, së fundi po vazhdojnë dhe të gjitha janë pozitive. Është provuar dieta me shumë pak sheqer, më pak se 10% sheqer, ose dietë keto, ose dietë carnivore. Një nga këto dieta. Siç po ju shpjegoj kjo, ose siç po ju tregoj kjo studim që po bëhet në Francë realisht, me fjalë, rezultati ishte pothuajse 100% i suksesshëm ke të gjithë pacientët që morën pjesë në ata. E dyta, aktivitetet fizike, ju kam thënë gjithmonë për muskujt, lëvizni muskujt. Nuk ka rëndësi se çfarë moshe keni, çfarë mundësie keni. Lëvizni gjithçka që keni mundësi, duar, këmbë, stërvitje në shtëpi, në palestër, në natyrë, çdo lloj gjimnastike.
kinapstikën kineze që kam thënë, daç shqiptare, ruse, quheni si të doni, mjafton të bëni një ushtrime sa më të shpeshta. E treta është agjërimi i gjatë, mbi 18-24 orë, në mënyrë që ne të prodhojmë ketone. Ketonet janë si tip ilaçi natyral më i mirë për çdo lloj sëmundje në trupin tonë. Edhe sigurisht ai rregullon këtë balancën e membranës ndërmjet dy neuroneve. Pra, nëse rregullohet kjo balancë dhe sasia mjaftueshme neurotransmetuesme, do kemi sinjal të saktë të kaluar nga një qelizë në qelizë tjetër dhe do kemi ulje të problemeve të depresionit ose shmange ose zhdukje të këtyre problemeve. Nuk është diagnozë e përjetshme, harojeni që nëse mjeku i thotë që është diagnozë e përjetshme, do merrni këto ilaçe të rjetën, absolutisht ja. Thojnë mjeku donë që të updatohet me metodhat mjekësore. Dhe përpiqeni të bëni një jetë sa më të gjallë, të larmishme, shoqërore, flisni, mos keni ndroje të hapeni me shokët, me shoqërinë, me fisin, me familjen, me mjekun tuaj. Ndajni këtë video me këdo që njihni që dikush ka probleme të tilla me depresion. Depresioni është një sëmundje e vështirë, e rrezikshme, sepse ka një trajtim shumë të mrekullueshëm metabolik, siç ju thash. Ju uroj të gjithëve që të keni një shëndet të plot fizik dhe mendor dhe shihemi në videon e ardhshme. Mirupafshim.